Vajza donte të notonte në liçen me atën. Trupi i saj tërheqës dhe mahnitës të roqi vëmendjen e dy burrave, por ata bën pa dashje një zhurmë. Duke dëgjuar zhurmën, vajza u tremb dhe ran liçen. Burrat ndihmuan të hipte në varg, por shoqet u tmerruan. Ato menduan se ishin vrasës xhungle, pa dëgjuar thirrjet se vajza kishte rënë në ujë. Nga paniku, grupi u largua menjëherë nga liçeni. Ata u kthye në kamp dhe i treguan të dashurit të saj çfarë kishte ndodhur. Burri kapi menjëherë një sapat e vrapoi drejt liçenit, por pa vetëm dy burrat që lundronin larg. Të nesërmen, shkuante shtëpia e vrasësit për të planifikuar shpëtimin e vajzës. Atëherë, njeri prej tyre, duke dashur të priste një pemë, pa dashje shqetësoi një kosher bletësh. Ajo ndoq nga bletët. Për djemt, kjo dukej tamam sikur vrasi po veprante, ndaj njëri vrapoi përpara, ndërsa tjetri e ndoqi nga pas. Po ajo që djali nuk e priste, ishte që vrasi, në një mënyrë apo tjetër, kishte përfunduar përpara tij. Ndërsa ishte i hutuar, nuk vurire një deg peme përpara tij, dhe vdiq aty për aty. Pak para se të zgjiste, pa një bletë që u ul përpara tij.